është gabim që shumica e familje moderne nuk interesohen me tek përprind, tek familje ku rrit edhe eduku. Ajo është mungesë aty, se nuk është ajo për shembull familje ty të ka rrit ka eduku, nesër ti vjen në Prishtinë, jeton me bashorte, po prindi lën keq. Kjo është keq, shumë e vështirë është kjo. Dhe këtu krijon konflikte. Të çypë djalë janë të kom shkolluar, të kom edukuar, të kom arrit edhe në fund me mlon keq. Kjo është ajo gabim. Këto janë me një absolutisht këto konfliktet janë të llojeve të ndryshëm. Po megjithatë me rëndësi është që shoqëria ka filluar të vedisohet shtresat të ndryshme, familjet moderne dhe e kuptojnë që duhet të respektojnë familjen ku rrit e ku eduku. Zonja me bryte, në fakt mos prisni që të drejtohem ndoshta me emra, për secilin sepse është një bashkëbisedim dhe mund të kyqeni kudo që e ndjeni veten se mund të shtoni diçka. Veç pak nëse ka mundësi pikërisht e kjo që tha avokati, unë konsideroj që më tepër është problemi të mentaliteti njerëzve. Pikërisht rreth asaj që tha prind i lon. Po. Pak edhe sojan... Çështje karakteri, po. Është çështje e edukimit, respektit, kjo është diçka, më thënë, ndikon ajo. Edhe po tash kuptojmë se unë jam avokat, më me thonë 10 vjetë që avokat që ushtroj, po çast shumë kum kalu, që është parashikueshme. Problemet të ndryshme që nuk bën ti nesër vjen Prishtina po me lën anësh prind. Ka raste të X rastet. Aty krijon vepër penale. Po jo, çështje për shembull ka 3-4 fëmijë, njëri në Prishtinë që është me kushtet më të mira që i ka, thotë vllau tjetër kujdesu ti, ti japim përgjegjësi secili ik përgjegjësive. Është vepër penale padyshim. Por këtu krijon konfliktet edhe ndarjet edhe forma të ndryshme. Ma tepër është çështje mentaliteti, çështje karakteri ose dashnie ndaj prindve. Unë di raste që jeton njëri ose 2 prind vet. Kam raste unë personalisht. Po pse ka ardhur aty? Jo. Po që unë po të sharej për vete. Burimin e ty problemi. Kur jemi ndo, prind kanë shku me vllahun e vogël në ndjerin. Edhe i vjen puna me dalë mërgim. I erë koha i murë edhe fëmin. Dhe me thonë prind, faktikisht me qenë vetë në shpe. Po si ja kum leju vetës me boto. Në fakt se ka leju as gruja jeme. Aja ka qenë institucia kryesore që mos t'i lon vetë. Dhe me thonë pak më varët të karakteri i shëndosh. Pa dasht me i paragjyku se ka njerë që ndoshta është një djallë, ka shku jashtë i kanë me të prindë edhe s'ka ku i len. A më kupton, mirë po pak më varët edhe të karakteri i ti so ka interesin. Po, karakteri mund të formohet në vazhdimsi. Po menej, nuk do të me qitë për që interesin material edhe... Para se më martu e ka babë, non, gjithka e ka kujdesin, po karakteri formohet ku vjen Prishtinë, edukimi, tani personin, krah kone ka, janë do elemente aty që ndikojnë. Për shembull, si avokat